Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma, dashamirë të fjalës lirë. Prej kohësh unë e Visari këtu flasim për mundësinë për të shkuar në zgjedhje më shumë se sa për zgjedhjen e presidentit. Na kanë gjykuar njerëzit, veçanërisht mua, se ku pishet zgjedhjet. Siç duket, këtë po e don Albin Kurti. Sepse po e don, kemi me provu me analizu bashkë me mikun, kolegun Visari Meri. 4 ditë janë deri në zgjedhjen e presidentit ose vendi shkon në zgjedhje. Po flas 4 ditë sepse ne po incizojmë të premten, ndërkohë emisioni del të dielen. Dhe nuk ka alternativë tjetër. O zgjedhet presidenti o shkojmë në zgjedhje. Tani, a duhet të shkojmë në zgjedhje apo të zgjedhet presidenti? Ka analiza të ndryshme. Unë mendoj që duhet të shkojmë në zgjedhje. Nuk e di çka mendon Visari. Visar, mirëmbrëma. Zgjedhje apo të zgjedhet presidenti? Të zgjedhet, në fakt. Po tash këtu janë po du me thonë çka unë mendoj që jo mirë apo çka mund me ndodh. Sepse këto janë dy gjëra të dyjat mund me thonë. Ka një herë janë të ndryshme, unë mendoj që gjykuar sipas sjelljes së deri tashme. Ma shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve, sepse ka një, përkundër asaj që na kemi prit që ditëve të fundit do të ketë një intensitet shumë të shtuar të diskutimeve me partitë politike, me që dhe zoti Kurti, po pastaj edhe partitë opozitare kanë shprehë interesimin që me pas një proces politik që do ta nxjerrte një emër të presidentit, formalisht domethënë si proces, na kemi pasur ka një takim. Domethënë dielën ka qenë dielën e kaluar, ka qenë takime me zotin Bedri Hamza dhe pastaj të hënën me njëherë takime me zotin Abdigjiku. Dhe shpreh herë nuk ka më takime sfaku publike. Dhe nuk është domethënë intensiteti edhe urgjencat e partitë politike ashtu qysh na tregon orari që e përmend edhe ti. Sepse nuk janë edhe shumë ditë për me gjetë një emën në një situatë në të cilën nuk ka asnjë emën që po diskutohet seriozisht. E kemi pas domethënë deri në kohë, deri në paraqitjen e zotit Murat Jashari, idenë që dikush nga familja Jashari mund të jetë si kandidat, ajo ra pastaj poshtë, pas paraqitjes publike të zotit Murat Jashari, dhe tash vetëm emën që përflitet është presidenti aktuale, për të cilin nuk ka mbështetje asnjë parti politike. Në këtë drejtim, nëse po shkojmë kështu, atëherë ose do ta kemi një befasi të paparashikueshme, që mendoj që është jashtëzakonisht sjellje e pahishme, nëse më lejohet me thonë, e partive politike, mas shumtjeve të vendosjes, ose do të shkojmë në zgjedhje. Nëse shkojmë në zgjedhje, pse shkojmë? Po çka është, domethënë, na tash jemi në një situatë me, nëse i gjykojmë deklarimet publike, veçanërisht televizës dhe vendosje, jemi në një situatë e cila i përngjason vitit 2025, në të cilën deklarimet publike nuk synojnë me gjetë zgjidhje për presidentin në këtë rast, po synojnë me hellfaj. Domethënë, lëvizja vendosje më shumë po mundohet me e pikturu një situatë, një realitet, në të cilin fajtori është opozita. Të cilin s'po e kuptojnë ta. Të cilin s'po e kuptojnë ta, ose s'po din me e lujt edhe nëse e kuptojnë, se sa që po mundohet me gjetë një zgjidhje. Ndërkohë që javën e kaluar, pra para takimeve me kryetarët e dy partive më të mëdha opozitare, në një farë mënyrë Kurti e krijoi që përshtypjen sigurisht është interesuar me çështë zgjidhje. Apo jo. Është e rrajshme ajo. Po tash ke lojë Kurtit. Është gënjeshtare. Po ke lojë Kurtit. Po rrezikon me çu vendin në zgjedhje, sepse nëse shkojmë në zgjedhje, unë mendoj që duhet me thonë troç sikur herën e kaluar. Do të shkojmë për shkak të Albin Kurtit, jo për shkak të tjerëve. Apo sepse të tjerët nuk janë të interesuar për zgjedhje.
e kanë shprehur në mënyra të ndryshme, madje edhe kanë pranuar që më u bë pjesë në procesi politik përkundër deklarimeve të tyre të mëhershme, edhe përkundër një kritike kogja serioze që i vjen nga opinioni publik. Sepse ka pas kritika edhe ndaj zotit Hamza që ka shku në takim, edhe ndaj zotit Abdiziku që ka shku në takim. Pa ata po e pranojnë këtë sepse nuk janë të interesuar për me shku në zgjedhje. Mujna me thonë po friksohen, mujna edhe me thonë që po dojnë me mbrojt integritetin institucional. Po nëse shkaktohen zgjedhjet, do të jetë përgjegjësi e zotit Kurti, i cili thjesht veç nuk po dëmër me bo qeveri. Kush e interpreton këtë? Jo, apo partitë politike? Tash sigurisht që edhe partitë politike besoj do ta kenë një qëndrim të tillë. Kur? Tash kjo është çështje tjetër. Kur kur do të flasin kështu, nuk e di. Që nuk ka që krejt nuk flasin kështu. Për shembull zoti Haradina kështu flet. Po Haradina se ka thirrë rrezë. Po se ka thirrë. Do të thonë veç që kanë nënçmuar. Po, veç që domethënë nuk është që nuk e Pa të kuptojnë. drejtë, natyrisht. Nuk është që nuk e kuptojnë, nuk është që nuk e dinë. A e flasin, as e flasin, kjo është e rëndësishme më shumë për kredibilitetin e tyre se sa për. Jo, është më e rëndësishme me ditë njerëzit pse po shkojmë zgjedhje. Absolutisht Kush është shkaktari. Absolutisht. Se çtu po na qen ky zotnia. Mirë po, na du të nështru problemin nga një perspektivë tjetër për mendimin ten. Do më thonë, hajde që po shkojnë në zgjedhje, që po na qenë Kurti. Çka po dën Kurti me mbrime këto zgjedhje? Që kjo është pyetja jam kryesore. Do më thonë, çfarë ndryshimi na mundna me pas pjesë zgjedhjeve, që do ta zgjidhte situatën për cilën po shkojnë në zgjedhje. Tash është e interpretueshme kjo. Po. Edhe mirë është me folun e ti pak, sepse Kurti nuk po don që tash me qenë kryeministër me pushtet të konsolidum edhe me president. E para si masmeje. Qofsha i gabuar që ka thënë Rombuja. Nuk po don me qenë kryeministër me hinë në marrëveshje me Serbinë për shkak të bërlogut që ka bë bashkë me Besnik Bislimin. Veçanërisht në kohën kur presidenti Trump është president. Kjo është e para si masmeje. Sepse në negociata me Serbinë, kur presidenti Trump është president i Amerikës, apo menon që ai të lën me diskutu kështu çështje që atij duken të vogla e për neve janë tepër të mëdha. Ai thotë që kjo është marrëveshje. E këtë si masmeje Kurti nuk po e do. Duhet me pas parasysh se marrëveshja e Kurtit është më e keqja e mundshme. Ju ka dhënë autonomi sërbëve. Pra vetë menaxhimi. Ju ka dhënë këtë quhet arbitrazhin, ku është një shqiptar, një serb dhe një ndërkombëtar, dhe e kitë që është në kishës që ju ka dhënë autonomi të plotë. Pra Kurti e ka nda Kosovën për ata që dojnë me ditë e qeverisën e prej shqiptarëve dhe sërbëve. Ne si shtet, ata si autonomi mbrana shtetit tonë. Pra kjo e zbatuar prej Kurtit, për mu paraqet tradhti kombëtare, veçanërisht kur flasim për Kurtin si patriot. Sepse ai ka dashur me bashku Kosovën me Shqipërinë. Ai ka ardhur në pushtet të dashur me bashku Kosovën me Shqipërinë. Ndërkohë ne na bën autonominë për serb këto. Pra kjo tradhtar. E dyta është Besnik Bislimi, i cili ka negociu krejt këto, të cilin Kurti nuk e ka fut mo as në qeveri, as në negociata. Ka qitë që atje një farë koordinatori. Pse? Sepse çfarë do marrëveshje që detyrohet me bo, në fund ka me fajsu Besnik Bislimin, të cilin nuk e ka më këtë. Dhe treta për mu që është tepër e rëndësishme, kush është dikush tjetër që e ambulon këtë maskarallak të Kurtit në raport me Serbinë. Pra ai do dikë që ka fuqi politike. Vjosa nuk e ka më. Vjosa u kry. Pse u kry Vjosa? Sepse i vetëm pa Vjosën, ndonë se ajo i ndihmoi me caktimin e datës, mori vota më shumë, apo? Në përqindje. Pra Vjosa nuk i duhet më. Ai do dikë tjetër me background patriotik të pakontestueshëm, që tjetë mbulesë për tradhtinë kombëtare që e bën Kurti.
Po flas tradhti kombëtare simas interpretimit tyre paraprak. Se unë s'po them se o tradhti Kush kombëtare. kish me qenë që ky person? Prandaj po i duhen jashartë. Pa ta thënë ju. E tash nalemi këtu. Poshtërsia e Albin Kurtit mendoj se ka shku i ka thonë, merr në vesh ju cili po doni mu po president. Dhe në këtë mënyrë i ka fut në një konflikt. Ka më këtë tregon që s'ka dash me pas njën. Ndoshta edhe ka dasht. Po, mendoj Por se ka s'ka ndoshta edhe ka dasht. Por ai arriti me godit që aty ku nuk ish dasht me prek. Ku s'ka prek kërkush. Ky i përdori këta simbolez për shku në zgjedhje, për interesat veta elektorale. Dhe në fund, ata mbetën në punët e tyne. Prandaj deklarimi i Murat Jasharit, profesorit, të cilin e një personalisht, dhe unë mendoj që është një në për njerëzve më të ndershëm të këtij vendi, i cili është ka qenë, si me thonë, indiferent ndaj zgjedhje, ndaj zhvillimeve politike në këtë E vend. ka marrë neutralitetin E gjithë. ka rujt neutralitetin, doli edhe tha, asnjeni nuk jemi për t'i prirë edhe Bekimit, Bekim Jasharit, i cili në mbrëmje, pastaj në Debat Plus, në duka gjenë, tha asun nuk jam, S'kam çaj shtoj tha. s'kom qaj shtaj. Ose. Tash. Sepse e preu këtë. Po. E tani, me që nuk është dikush prej familjes Jashari, familjes e respektuar, të cilin i dasht ky shtet me mbrojt me ligj. Sepse kur merr pjesë një jetë aktive politike, ti bësh i rëndëmt. Pse ne kemi të drejtë, pa frikë, pa kurgjo, me kritiku Ramush Haradinajn, Daut Haradinajn. Ndonë se si vlerë kombëtare janë të jashtëzakonshëm si familje. Sepse kanë zgjedh me u bë politikan të rëndëm të këtij vendi, të cilët na i shohin vetëm si politikan pastaj. Absolutisht. Se s'kan dashur ata me qenë vetëm trashëgimtar apo udhëhes të luftës së familjes Jashari Haradinaj. Për këtë arsye kem drejt me gjyku, qysh i gjykojmë krejt politikan tjerë. Prandaj Albin Kurti godet që aty për me zhvesh totalisht familjen Jashari dhe me i përdorë si mas interesave të veta politike. Se zata shumë. Jo, qërët ashtu, do më thonë janë disa çështje që u shtrune. Para është edhe ma, për mendimin tem, ma e rëndësishme, ma e ndjeshme, është a ka lujt Albin Kurti, ose a ka tentu me i bo pjesë të lojës së diskursit publik dhe Jasharit. Po i ka bo. I ka bo. Dhe çka përfiton Albin Kurti për kësaj? Kjo është pyetja. Se çta është kallëzojmë pse i ka bo dhe kthejmë një temë tjetër. Veç unë mendoj që kjo Albin Kurti ja ka bërë qytetarëve të Republikës së Kosovës me dalë dhe me kallëzu, domethënë çka ndodhi me Jasharin. Kush e ka qitë emrin e tyre, a ka pas diskutime për këtë punë ajo? Albin Kurti ja ka bërë qytetarët të Kosovës mi u kallëzu në 2004 pse ndodhej nën Qebe, në një vetur në Gepek me dy agentë bias. E para që ishte është mi u tregu. Dhe tani që mriu te Jashart edhe me i përqa ata një njeri që është bashkëpunëtor i udbes. Po flas për çet situatën e fundit, domethënë pse i shtinë Jashart në lojë. A e ke pas në mend për një mënyrë bëu dikon për Jasharave president? Dhe nëse po pse nuk u realizu kjo? Që tu na duhet mi ditë pse nuk u realizua, ka qenë problemet ata që s'ma mujtë marrë vesh po thotë ja ka problemi që ti vesh ke dash me shti për qarjen pa e pas njët me e bo njërin prej tyre kështu me radhë. Deklarimi i zotit Murat Jashari e vendos pozicionin e përfaqësuesve të familjes Jashari në raport me politikën publike në nivel të parimit absolut. Çto po them, do të them pas çati deklarimi, nuk ka më mundësi dikush më u bë pa thonë që nuk pajtohna me atë qendrim. Po pra. S'ka mundësi. E kputi. Se zoti Murat Jashari, edhe do të me lexoj me vëmendje, nuk tha që na që tash nuk jemi të interesuar. Ai tha që familja Jashari nuk bë më bë pjesë e kësaj. Po kanë qenë Se pjesë. tha, po, mirë, tha i takon krejt që tash që unë që lexoj këta. Familja Jashari si vlerë, pse po flasim na, si sakrificë, si për mendimin tim themeli i lirisë të Kosovës. Apo nuk futet në lojrat politike, sepse u takon gjithë shqiptarëve, madje as veç Kosovës. Qytetarët tha zoti Jashari.
kjo nuk kupton që individët nuk mund të futen. Po çka bën zoti Jashari? Tha individët që nesër mas nesër futen në lojë. Nuk mund me marr edhe me përdor respektin e njerëzve për familjen Jashari për qëllime politike. Nuk shputet kjo. Natyrisht nuk shputet, po ai që to tha, unë mendoj që kjo deklarat edhe do bishme edhe guximshme. Absolutisht, për mua. E zot Jashari, e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Mendoj që u vënu pak, sepse megjithatë u fol për këtë punë. Mendoj që në fillim është dashur me reagu, nëse që pas ka qenë qëndrimi, është dashur me reagu në fillim me thonë që për sa i përket neve, qysh unë e shoh këto, nuk ka mundësi për të gjë. Po takimi i zotit Kurti natën e Prekaz me familjen Jashari janë njëjtë si tubimet e PDK-s në Zanzibar. Që nuk kupton që aty ka pas një farë diskutimi. Me kanë dhe qysh të pse, unë nuk e di dhe s'po të me spekulu. Tash, që kjo për mua është e rëndësishme, do të thonë që tash e kemi një parim të vendosur nga njerëve përfaqësuesve të familjes Jashari, i cili foli sikur në emër të familjes. Sa ja deklaratën e dha sikur në emër të familjes, aq më tepër e bëri deklaratë në emër të familjes, reagimi i zotit Bekemi Jashari që e mbështeti plotësisht apo jo. Domethënë deklaratë e Murat Jasharit. Mirë po, megjithatë unë mendoj që këtu ka përgjegjësi Kurti me dalë dhe me shpjegu që qëllim që e ka pasaj, a ka qenë fisnik, a ka qenë djallëzor. Që ka dashur me bo, dhe nëse e ka pas sinqerisht pse nuk u arrit. A bëni pyetje me apo deri? A ka Kurti ndonjëherë qëllim fisnik? Unë mendoj që jo. Po na kemi një problem tjetër, zoti Kajtazi, se një pjesë e madhe e popullatës po mendojnë që ka. Edhe unë kur them që do s'ka mëne. Jo, dakord, po s'ka më punë me popullatën. Unë kur them që Albin Kurti do të më dalë me shpjegule dhe gjërat më shumë të mendoj më shpjegoj atyre që po besojnë ta, jo mua. Po jo, ai ka më vazhdu me rajt, nuk kam javë shpjegu, se është manipulator. Vesh letel pra le të kallzon, le të thotë që për shembull unë e pata shumë sinqerisht, këta nuk dashtën. Ose këta nuk mujtën më marrë vesh. E kanë fjalën për pjesëtarët e familjes Jashari. Apo, le të kallzon çto. Nëse që kjo është sipas tij e vërteta. Pastaj diskutojmë me ata. Çka po du me thonë është që nuk mundesh ti me shtin lojë në mënyrë kaq serioze në publik. Familjen Jashari ose pjesëtarët e familjes Jashari, në fund ata më thonë që na nuk jemi të interesuar sepse na mendojmë që takojnë pesë shqiptarëve, edhe kjo temë më mshel me çikaç. Apo jo. Po. Do të thonë smush me bë as me një individ qytetar të Republikës Kosovës, lërë më me dikë që vjen nga një familje që e përmendet ti, domethënë për të kaluarën edhe kontributin. A ja ka leju familja Jashari këtë Kurtit? A ja ka leju ajo? Unë nuk po e di çka ka ndodhur aty, po nëse ka që si lojra dhe në skamca prapa, unë mendoj që ata duhet me dalë me kallxu. Nëse ka, nuk po paragjykoj. Ja ka leju. Nëse jo, ja lejoj. Mirë po. Familja Jashari ka përgjegjësi pjesëtarë të familjes Jashari. Hajde të kthejmë pak ndaj historisë. Absolutisht. Kryeministri i Kosovës ka përgjegjësi ndaj qytetarëve. Llogaridhënia duhet mu unë mendoj që llogaridhënia duhet legjë me mbrojt familjen Jashari. Pik. Edhe nga kushdo. Mirë po, na një gjë duhet me pas pashtu parasysh. Familja Jashari si vlerë dhe individët pjesëtarët e familjes Jashari megjithatë nuk janë një dhe e vetmja gjë. Për shembull Bekemi Jashari, Bashkimi Jashari, dhe Murat Jashari, dhe të tjerët që vinë pastaj, kanë plotësisht të drejtë më bëu pjesë skenës politike në Kosovë. Kanë drejtë me garu, kanë drejtë me fitu pushtet, kanë drejtë me marrë me biznes, kanë drejtë me shkollu. Ama duhet me ndo. E çata po thonë. Kur t'jem politik, je politikan i rëndëm të këtij tani. Vlerat, mos mu therr pastaj. Vlerat që i simbolizon familja Jashari, janë vlera që na do t'i mbajmë për herë. Edhe uroj të kemi përjetësisht si vlera udhërrëfyese të nevojës për sakrificë. Individët që futen politik, ta kom thonë disa herë, siç e përmendët edhe me zotin Haradinaj, do t'i vlerësojmë sipas performancës së tyre politike. Se edhe lufta e zotit Haradinaj ka vlera jashtëzakonisht më për shlirimin e Kosovës. Apo jo? Po Ramush Haradinaj kemi pëlqyer si politikan. Absolutisht. Ne thonë që tu e kimi, tu e ki keq. Një qeveri të korruptuar ka pas. Çe? Po. E ke thonë disa herë, kom thonë edhe unë, disa tjerë kanë thonë ka pa lekë të korruptuar. Vendime të mira, shumë drregull. Edhe zoti Davut Haradinaj u kom pa ashtu në luftë, apo? Një prej ushtarëve të ri, apo? Një prej ushtarëve nashta më të ri. Ikon të dugazi. Nuk e kemi këshyr, kur, çka ka bëu për luftën. Për luftën, natyrisht japim dorën gjithë. Pra po them që edhe pjesëtarët e familjes Jashari, nëse dhe kur vendosen me hi, kanë plotësisht drejt. Mirë po pastaj do të trajtohen si politikanë. Veç ata duhet me pranu në start, që po pranojnë
me unda prej historisë edhe me trajtu si politikan. Absolutisht. Qëra, merit për shlirimin e Kosovës kam pashtu edhe Hashim Thaçi Kadri Veseli. Po pra. Edhe Recep Selimi. Po. Edhe Jakub Krasniqi. Për cilë familja e Ashari asnjë fjalë se ka. Edhe Samir Shtaku, këta janë kundu që ka. Po krejt që ta pjur që ka, si kanë luftu në që ka. E kur janë dalë politikë, s'ta këna kursy asnjonin, asnjë pikë. Tash, natyrisht që familja e Ashari është e veçantë. Qështë të kemi gjenë Kelmendit dobroveqe bande. Ajo me qatë gjuju të po vjen keq, po kjo ndonë se cilin, po te në Shtetet Bashkuara të Amerikës ki njerëz që për shembull kanë tregu heroizëm të madh luftë kur janë kyç politikë, kanë qenë si politikan. Kaq. Dhe në këtë drejtim, po këtu unë nuk e kam këtë problem. Unë e kam problemin të mënyra që zoti Kurti e ka trajtuar këtë çështje. Bisar. Kur ka ardhur Albin Kurti në pushtet, sanin e parë që e ka bë për mu manipulative, është mënyra që ju ka qas familjes Jashari dhe kompleksit të Jasharve. Për këtë popull, me ditë, regjimi vjetër, që këta Kurti e këta e quajnë, dikun 11 milion euro i ka dhënë për kompleksin Adem Jashari. Është në gjendje të mjerueshme. I rrezikum me u dëmtu, apo me u rënu. Po 11 milion euro janë nda. 4.5 milion euro të këtyne fondeve kanë shku në një kompani në cilën ortak është Bekim Jashari. Do të me pranu edhe këta. Nuk kam asnjë dyshim që ka pas kërç përdorim ose jo. Në rregull është. Kur ka ardhur zoti Kurti në pushtet, prioriteti prej prioriteteve para e ka pas kompleksin Adem Jashari. Dhe ka dhënë një tender. 8 milion euro një vizatim, një maket. Pa punë, pa kur gjo. 8 milion euro për një vizatim qysh ka mu dok kompleksi Adem Jashari. Falni, Kurti ka hyrë në mandatin e dytë i vetëm. I bojnë 6 vjetë në pushtet. A u vendos një tull në kompleksin Adem Jashari? Jo. Ku janë 8 milion euro? Çka ndodhi me vizatimin? Pra, ky me miliona, po dërë me manipulu Jasharta? Pse një vizatim kushton 8 milion euro? Pse po e bën një gjë të tillë? Mos ka gjetë dashamirësi dikun aty që i pranojnë 8 milion euro vizatim, për qenë pastaj të bindun si mas Kurtit, apo që fitore Pacolli me qitë në bark Lulzim Jasharin me shëtit në Përujman, hajde bab t'i kallëzoj mezi ata. Mos rastësisht Kurti dhe subjekti ti politik për një me e kanë gjetë qelsin e depërtimit të Jashart. Këto e në çështje që na duhet me i ditë. Familja Jashari nuk është veç familja Jashari. Është familje e Kosovës, si që tha Murat Jashari, kombit shqiptar. Dhe ai bëri thirrje për të ruajtur familja Jashari si vlerë kombit shqiptar, për çka përkulemi të gjithë. Pse duhet mu manipulu? Pse duhet me dëpërtu dikush me manipulim brenda tyne, me fut përqarje se cili duhet jetë president, dhe për ta përdor familjen e Jashari si mas me eliminu Vjosa Osmanin? Unë mendoj që ky po përdor familjen e Jashari me eliminu Vjosa Osmanin. Dhe pse po don me eliminu, besoj ki përgjigje. Po, qëra bësh një fjalime shtu. Unë pajtona që po ka përgjithësi edhe pjesëtarët e familjes Jashari, ata nuk duhet me leju që manipulu kështu. Po unë po them që përgjithësia publike është më e madhe kryeministrit. Familja Jashari është vlerë e shqiptarëve. Po këtu po pajtohemi gjithë. Nuk besoj që mund të gjetë një njeri të shqiptar që thotë jo s'është ashtu. Për familjen Jashari, për sakrificën. Apo jo. Tash, a nuk ish këndesh që soi vlerë të mirë pranuar kombëtarisht? Me i shtu vlerë. Jo vetëm i shtruar, po dhe më u nënshtru kryeministrat. Dhe jo vetëm i Kosovës, po dhe i Shqipërisë. Apo jo? Ai çdo është kryeministri i Kosovës dhe i Shqipërisë më u nënshtru që soi vlerë, më thonë që kjo nuk preket pikë. Po. Se ti mundesh me gjetë. Njerëz kanë interesa, njerëz kanë mendime ndryshme. Ti mund me gjetë pjesëtar.
pse po ndërhyjnë që aty? Pse po e prejkës ato? Sepse nëse ti bëhesh politikan, i cili për qëllimet e tua politike elektorale, çfarë do qofshin ato, je i gatshëm me prek çdo gjë kombëtare, që është përmbi ty dhe secilin tjetër, atëherë faji është te ti. Po ka përgjegjësi edhe anej, nuk bëj përjashtoj. Faji është te ti dhe përgjegjësinë unë si qytetari i Kosovës pres piteje. Se ti ke marrë votat prej kurtit, llafit. Po për kryeministin, po. Se ti ke marrë votat për me mirë severisë. Ka si poshtër ky visarve? Tash ky qëllimet e veta politike, ky nuk qysh me imrin. Dhe çto mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës duhet me ditë. Albin Kurti fatkeqësisht tash është në një pozicion politik dhe ideologjik në të cilin ky nuk ka besime dhe parime ideologjike dhe politike. Për të çdo gjë është përdorim pragmatik, instrumentalizim. Ty të këshyr si instrument, atë tjetrin si instrument, këtë tjetrin si instrument. Në ditë boll shumë i mirë me ty se. Pse familjen Jashari me pa instrument? Fatkeqësisht çdo gjë e këshyr si instrument. Fatkeqësisht, çfarë po thonë? Këto duhet me ditë qytetarët e Republikës së Kosovës. Tash unë i kam pa për shembull ka një grup të njerëzve në debatin publik të na që mahniten me këtë. E marrin si aftësi thonë ja, Albin Kurti, a e pëshaj që shpjallë shaj? Qëra, aftësi është, po aftësi dasha keqe. Rezultati i saj është i keq. Aftësi edhe mund tjetë. Edhe hajni është i aftë. Apo, mos më konë hajni i aftë nuk më i më të vjedhë. Pasurit ty. Veç kur është ma i aftë se ty të vjedhë. Apo, po ajo nuk është një aftësi që na e vlerësojmë. Për kështë dhe e gjykojmë. Po pra. Me lezë. Po pra, kështu që këtë diskutime qëre se kjo pja del, për mu është pak problematik, du të me këshu që ka të i bo. Tash, pse për da me eliminu Vjosa Osmani? Unë jë mëse i bidën dhe jëmë kom prej, si me thonë, prej intervistës ti të parë, kërë ka thonë, mos ka bofshan Kosova Press, mas zgjedhjeve, une që ato deklarimet të ti, për vështirësinë e sigurimit të 80 votave, i kom marë si sinjal, si përgjigje ndaj Vjosa Osmani. Si rrallë herë, unë e ti kemi besu, veçanërisht unë, që po shkojmë ma shumë zgjedhje se sa... Jo, atë unë s'kam qenë sigura po shkojmë zgjedhja, jo, po e kom pa që Albin Kurti interesim për një mandat dytë për Vjosa Osmani nuk ka. Me të drejtë. Etash, pse po e bën ai dhe pse unë ti mendoj që ajo s'do të më bëj, mund të jenë dy gjëra të ndryshme. Unë mendoj që në rrafshin e politikës së jashtme, Vjosa Osmani ka tregu mungesë të nivelit të lojalitetit, të cilin Kurti e pret për dikujna që ai pretendon që e ka bo president. Kur e ka ndru këtë? Në politikë të jashtme. Kur? Ja se kandidat. Ka, se kanë qenë bashkë. Po dakord. Në marrëzit e tyne kanë qenë bashkë. Dakord, veç ka një moment për shembull kur që një vjet i ka, kur ka mojtë fjalimin kuvend. Jo, plasja e parë, aty kur vjen me qeverin Kurti. Në ditën e në momentin kur Kosova është dashur anëtarësi në Këshillin e Evropës. Atë kujtohet Aeroplas. Atëherë ka pas kishte me Donika Gërvallën si ministër. Okej, jashtë 2 vjet. Po fakti ka me kryeministër. Çfarë ka qenë edhe madje e ka në intervistë pas asaj, mos gabofsh atë eta gjara, në të cilën thotë që na deri në atë moment kemi pas koordinim të rregullt të politikës jashtme. Për atë moment mos kemi takime me kryeministër. Këta ajo pastaj shkon dhe rezulton në fjalimin në kuvend. Cilën njërën për i ditëve zoti Ablyli tha se ka pas për zotin Kurti. E Niva. Sniva. Pas e ka për kryetarin e Rahovecit. Që dash mja për seri të mali. Dhe tash, dhe më thonë, që kjo ka që momenti, arsyet pse ka ardhë drejt e kjo ndarje, unë për një men nuk i kam qarta. Dhe më thonë, unë halat edhe sot e kësaj ditë nuk i kuptaj, cili është pozicioni i Vjosa Osmanit për të çështje për sa të po flasim, dhe cili ka qenë i Kurtit që pas kam pas më spajtim. Për Këshillin e Evropës, për shembull. Na e dim që për Këshillin e Evropës kushte kena pas asociacion, apo tash. Jo, e kemi pas fillimisht e kemi pas manastirin. Manastirin po, ato zbatoj. Po. Nuk ka qenë asociacioni. Ndërkohë është fut. Po është fut për shkak sjelljes Kurtit. Po pra. Se kena mujt mua antarsu në Këshillin e Evropës me vendimin, aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për manastirin të cilin ky e zbatoi falas. Veç, atë kujtohet një deklarim i prezidentit Macron në Tiranë, kur ishte në vizitë e Edi Rama, në të cilin kur i referu Kosovës, tha na e kemi përmbush anën tonë të premtimit. Pra premtimi i Francës atë botë ka qenë që na ja u mundsojmë liberalizimin e vizave, po ju duhet me ecë përpara në zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, mas shumit të asociacion. Edhe sipas tij,
sipas këtij deklarimi, ka pas dakordancë me Kurtin dhe Osmanin, me dytë, që kjo do të ndodhë. Ata kanë pranuar me i heq vizat për Kosovën, Franca na e fitum liberalizimin e vizave, ndërkohë që këta nuk lëvizin. Dhe ai thanë, na kemi përmbushta, ju s'pe përmbushni. Pra, me që ka pas që se sjellje të papërgjegjshme, gënjeshta, rana, pra, mund ty të thëmë e bëj të një se bëj, Franca dhe Italia, pastaj e dikur edhe Gjermania, kanë insistu që ma fjalët e juja nuk i besojmë, po du të me pa veprime. Dhe cilat janë ato veprime? Kujtohet ajo letra që e kanë dërgu Kurti, Osmani edhe Konjupca në Këshill të Evropës para antarësimit. Pra zotim publik që ne do t'i përmbushim. Po, ne do t'i përmbushim krejt vërejtjet që dalin nga raporti i Bakojanis. Ndër të tjera aty flitet edhe për asociacion, që thotë Kosova do të me përmbush. Nuk kërkohet me e bo parakse, po thotë do t'i përmbushim. Qatë letër këta e qojnë si zotim. Na po zotomi publikisht këna me bo ato. Që kritikon Vjosa Osmani. Po, tash unë e po supozoj, jo, ta ka qëllë i zëllë Osmani. Kjo vjen ma vonë i Gërvalës. Tash unë e po supozoj që kjo është shpërfaqe e një procesit të tillë. Ta kanë thonë Macronit, pra si njërin prej liderëve ma problematik në këtë çështje, këta i kanë thonë që na po zotomi publikisht për ta hapur fjalën që kena me zbatuar situacionin. Macroni ju thot edhe herën e kaluar që ashtu keni thonë. Mos ju besoj. Tash du me pa veprimin, pra që në gjykatë kushtetuese dhe që atëherë antarësosh. Qështu ka ardhur, na ka bu kusht para antarësimit. Dhe nuk ka shku në gjykatë kushtetuese. Dhe këta se kanë qenë në gjykatë kushtetuese, tani zonja Gërvalla thotë që peqojmë, e ata thonë jo s'ke smjafton, edhe jo që atë statut për një tjetër, e që atëherë ka reagim Vjosa Osmani. Po, unë të reagimi zonjës Osmani, prezidentës, nuk e kuptoj cili ka qenë qëndrimi i saj. Tani zotin arrujt visar që prindoni mos me qenë ma zotëriju i parë, që bon ky vend pa të si zotëriju i parë, nejse. Që të shola që do të eshat FSK-s s'ja marri. Ja, se është rezervist, plus e patriot. Atë fatër me snajper e ka kështë, ikonika, thuti Luan Haradina jashtë. Nejse. Po, mos rasisht visar, Zoti Kurti e prish lojën para antarësim Këshillin e Evropës dhe rrjedhimisht ja pa mundson Kosovës për padi në gjykatën e Strasburgut. Për shkak të gjykatës së Hagës. Nuk mëj më thonë që është ashtu. Unë nuk e besoj që është ashtu. Unë nuk e besoj që e ka për që ata. Sa dëm prova tjera shtesë për Albin Kurtit me të kallëzu që është idealzu? Po tash ka nivele të ndryshme djallëzimit. Ka nivele të ndryshme djallëzimit. Nuk mendoj që për shembull arsyeja pse na nuk kemi Këshill të Evropës është që kjo. Kjo është pasoja. Nështë mundet me qenë shkaku? Unë nuk e besoj. A mi provat ndryshe? Kallëzëm që ai njeri është i angazhuar për këta në Hagë? Ja. Unë mendoj që mos antarësimi në Këshill të Evropës nuk ka të bëjë me Hagën. Unë mendoj që ky nuk ka dashur me qu draft statutin në gjykatë kushtetuese. Cilën? Që ato që e ka pranu vetë? Po, veç... A ka pranu vetë qëto? Po, veç, ky ka llogarit që nëse e nis procesin dhe zbaton asociacionin, kjo i kushton elektoralisht. Dhe kjo nuk ka dashur me kushton elektoralisht. Pra kjo kon i gatshëm që Kosovës mja shkaktu një psim, sot mendoj që është psim. Pse na nuk jena sot në Këshill të Evropës, është humbje për Kosovën, humbje edhe për ata në Hagë. Po humbje edhe për krejt tjerë. Domethënë ka humbje edhe praktike, në nivel praktik, si qytetar, po edhe politikisht. Po kë në fund ka vendosur ka thonë diçka, interesi jam elektoral është më i rëndësishëm se sa që kjo fitore për Kosovë. Më që kemë dhënë. Tash, po ti shakoni bindur që shkaku janë ata, më kishte dinë të hala më shumë. Po unë nuk mendoj që shkaku është pasoja po. Domethënë kë kur e ka menuar ka thonë veç një gjë mu këtu më intereson. A fitoj unë ajo personalisht. Jo fiton Kosova, jo ajo kryer mundësi më të mëdha aty në Hagë, etj. Që mendoj që është pa ashtu mendim i korruptuar politik. Se ti në pozitën publike që e ki, ti s'është menu për veti. Në kuptim më i gjerë i korruptimit politik, nuk është vetëm korrupsioni financiar. Apo jo? Përfitimi financiar. Korruptimi mendor është unë mendoj që është kjo sjellje korruptuar politike. Nëse ti në postin publik, mendon veç për veti. E tani nderuar visar, nuk zgjedhet presidenti. Siç po duket, kemi ditë, kur ti den me na befasu kështu, pa i tregu kërkujt,
Me thonë, kërkush prej njerëzët vetë nuk e ka ditë asnjëherë çfarë pozita mundën me pas Glaucon Jufsës. A ja vlumë kështu, më rregull. Çka fiton Kurti nëse shkojmë zgjedhje edhe ne? E pa që kjo për mua Kur i ka 51.11%. që kjo për mua po pikpyetja më e madhe, domethënë çfarë? E vetmja Apo do 60%? po çka Apo do 40%? Po çka nëse i bën? Për me pas një subjekt politik, mrena, për me shty këto... Po i pat be, vitin e kaluar? Ai pat këtë dy. Po si shkoj LDK-ja? Po ne ti provojmë me çka nëse s'shkon prapë LDK-ja. Ti provojmë me tjerë. Me PDK ka një farë Po pse mos me bëm me PDK? respekti. Qitash, jo atëherë. Po dhe, se që ka një ndryshim në sjellje ndaj PDK-s Kurti. Pra, Mas zgjedhjeve 28 dhjetor. Po, pra. Që ndryshim këgja Po, pra. radikal. Po si do shoh, unë po them kështu. Domethënë, nëse Albin Kurti qenë tazën që po do me shku zgjedhje sepse mund me rrit votën. Haqë s'pe përjashtoj që e rrit. Nuk e di e rrit, po nuk e përjashtoj. Tu mund nuk është pyetja apo e rrit votën në këtë pozicion cilin je, po sa po e rrit. Se ti kur i ki 48 deputet, e po do me qeveris, vetë ty të vyt me i fitu vetë që me bo 61 vetë, apo? Edhe shkoj zgjedhje 28 dhjetorit, edhe e boni 61 vetë, me komunitetet jo shumis, natyrisht. Edhe e mrivi ta. po. Tash, cili është kufiri tjetër që po do me mrivi? Veç 80 votë që. Që ta po më interesant dhe mu? Veç 80 që është. Se nuk ka më kufi me 57 deputet. Shta përdojnë që ato? Pa e, për tash që për qëtatë për du me diskutu, veç du të me ditë Apo qytetar. i dënë 80 vota vetë me minoritete, apo i dënë ma pak vota me pas një subjekt tjetër politik me kry marrëveshje me Serbinë. Qka që po? Po, veç qytetarët një gjë du të me e kuptu, do me thonë, nëse Albin Kurti po dënë me i rrit votat, vetëmja rritje e votës që ka kuptim është me i bo që po thuti 72 deputet, që me minoritet me i bo 80. Se me bo 57, 64 nuk qëmpesh kur gjë heq. Kur fa ndryshimi nuk është. Apo kuptëm? Me bo 48, 57, ka kuptim. 57-64 kur gjë heq, 57-70, e 72, ka kuptim. A mundet më bo 57-72 për brenda një 3 mujve? Unë menoj që jo. Unë menoj që s'mund më bo kur. Po aq më pak që tash i patëm zgjedhje. E tash, nashta propodon që mi pas më pak. Po veç një sen mos të haroj. Unë po du me dit, e qëto nuk po më me Iran fije, edhe nuk po na tregon kërkush, për e atyre që kanë informata, është pse Albin Kurti po refuzon më konë kryeministri këtij veni. Apo tutët? Po në mirë, për që ta s'po dënë me luzu këj vend. Se do më thonë atë që 1 vjet e gjys po pohën, jo, 1 vjet jëmë po sakt që tash mujnë shkurt, po mujnë më bo shumë vjet 1 vjet e gjys, ku e kemi një njeri që i ka votat, dhe s'do më bo kryeministër. Edhe me ne që ka koha me ashtru që të pyetje shumë thjesht, a bëmë nga të reguzat i Kurti, pse s'po do më bo kryeministër? Edhe nëse ki arsye, s'po të boj mo. Mos po tutet që po dënë me bo Kosovën si Zvicra. Ja, dhe me thonë lullzojnë Se qash është mirë. qëre, kur, jo veç na, menoj kur në historit njerëzimit, po veçanërisht jo në Kosovë nuk e pas si situatë ku e ki njerin që i fiton zgjedhjet e veç s'do më bo kryeministër. Domethënë, i merr të gjitha masat me e pa mundësu krijimin e qeverisë vetë. Ti thu pse vlla. Zoti Kurti edhe mundet me fitu 60%. Se realisht 60% e ka stash pa minoritete, veç votën Te ky 100 po. Mundet me fitu sa do vota. Po që njëri kur që këj vend hajrën s'kam japo. Me këtë do president, o me Vjosën, o me Murat Jasharin, o me Bekim Jasharin, o me Lumir Abdigjikun, që ka une vrej një farë dëshire të ti për të qenë president. Kurtit, këj vend s'kam japo hajrën, sepse na ka dhonë provat mjaftushme që ky nuk po dënë me ecë për para. Ky është blokus, dënë blokada, me vazhdu, me jetu, me propagandë, me ndihma sociale, edhe me na ushqit si heroi këtij vendi. Dakor. Veçore një gjë që po ndodh që është shumë e dashur për Kosovën, Visar. për mendimin tim. Na që po një vjet u bon, pe zgjedhjeve të kaluara, që jem të fol vetëm për blokadë institucionale, po. Në Po është ndërkohë që çuditshme me vazhdu ky prap me bloku. në ndërkohë që nuk jem të fol për shumë gjëra jashtëzakonisht të rëndësishme të këtij vendi.
Edhe është të rryma, pra. kurti që tu pja arrin qëllimin. Se na nuk po kemi mundësi me folë për dështimet e tij të deri tashme qeverisje, e aq më tepër që është për mua e rëndësishme për mungesën absolute të një vizioni për ku po shkojmë të ardhmen. Po është një mims shumë të mirë, shumë fantastike. Kurti të thonë pargjojnë shumë ujë për iftar. Shqiptarë do të më shtrejtu edhe ujnë. Rryma ka më shtrejtu. Meq, mirupafshim javën tjetër, shpresoj me president se Kosova, si që ka thënë, ai telefonusin këtëve. Përshëndes presidentin Begjet Pacolli.